Nuk i ndi kush janë këto të bashkëpunëtorët e mi. Kështu që këto gjëra janë që krijojnë një farë hilariteti edhe tek njerëzit. Tani, çështja është që edhe duke e përmendur dhe Gjuli pak më herët në raport me integrimin, a jemi në nivelin e duhur për ta ruajtur, për ta marrë stekën lart për goditjen e figurave apo atyre që nga shkel ligjin, se nuk është domosdoshmërisht të godasësh figurat politike dhe pa funksionon. Duke qenë se fokusi më i madh është tek drejtësia. Tani, sigur se e thash, drejtësia është një mall që shitet shtrenjtë për momentin. Ka interesi më të madh sepse në çështjet e kapitujve. Por ajo që është përhap ndjenja e frikës. Njerëzit kanë frikë nga drejtësia. Nuk duhet të kenë njerëzit frikë nga drejtësia, se tret spagu, se tret policia, se tret institucione, se rrasen gjykatë të gjitha niveleve. Duhet të kenë frikë nga kjo. Pse duhet të kenë frikë? Unë njerëzit s'kan bërë gjë. Jo thot i shef sot institucioni që ka procedurat e tenderimit të bllokuara, që përkthehet mungesë shërbimi për qytetarët. Sepse njerëzit kanë frikë që të firmosin. Çfarë duhet mu të firmos ose vjen me troket. Edhe pa bërë asgjë, ti mund të bësh një gabim nga padije, nga mungesa e eksperiencës, ashtu e ke vlerësuar. Ta ligji të vet diskrecionin që ta vlerësosh, do ta marrësh të shishen dhe marrësh ujë Selida apo do marrësh një ujë tjetër. Jo thon, pse e caktove ta marrësh Selida? Po ne marrim gjithmonë Selida. Po ka nga ato pse se morë edhe ujin tjetër sot. Kur e merr tjetër pse se morë Selida? Pra kjo është ajo që njerëzit nuk do të kenë frikë nga drejtësia. Ama nëse do të jetë drejtësia e kulluar që të shkojë aty, që ai që ta meritoj, secili ta meritoj atë që kam funditës. Ky është mesazhi që duhet jetë. Gjuli, pra vetëm me kryeministri Rama besoj se do futemi në Bashkimin Evropian. Një këto pyetje të tua triki. Po të bësh krahasimin midis ty dhe babait tënd ku shkon përpara. Ti apo babai jot, ti do shkosh përpara, babai jot e ka kalu kohën e vet. Po bëre krahasim politik me situatën e shkuar. Nëse kemi patur se do shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi. Krahasimi politik është i tillë. Kryeministri Rama ka nisur këtë vizion, e ka patur në termat jo vetëm të iluzionit të qenurit në Bashkimin Evropian, por të prakticitetit të shkuarit drejt BE-s nëpërmjet përmbushjes së kritereve, nëpërmjet ngritjes së standardit në të gjithë fushat e jetës, ndryshimit të imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, të thyrjes së disa tabuve dhe të skepticizmit, pavarësisht se çdo vend i cili aderon për të qenë pjesë e Unionit në Bashkimin Evropian dhe që ka aderuar më përpara ka patur probleme dhe përplasje të forta sa i takon konsolidimin e shtetit të së drejtës, të institucioneve dhe të drejtësisë. Dhe nuk jemi në vendi i parë që përballemi me këto lloj problematikash, në përgjithësi vendet e Ballkanit, por dhe vendet e Ballkanit perëndimor kanë karakteristika që janë goxha të ngjashme me njëri tjetrin sa i takon problematikave të ndërtimit të shtetit të së drejtës. Dhe flasim edhe për vende që janë vende perëndimore, vende të zhvilluara që mbase janë edhe pjesë e vet Unionit të Bashkimit Evropian, të cilat janë përballur shpeshherë me probleme të mëdha sa i takon çështjeve të drejtësisë, çështjeve të politikës, çështjeve të imunitetit, siç ka qenë dhe rasti i Greqisë, jo më larg se sa përpara disa muajsh për skandalin e madh që plasi në parlamentin grek. Kështu që jemi në pikën që dimensionaliteti i futjes së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian e kërkon vizionin e kryeministit Rama dhe patjetër që mua më pëlqen një fakt që ka një hapje dhe një pranim të reformimit edhe të procesit reformave, pavarësisht se retorika opozitare apo edhe vetë media sot që është ndruar në oponencën më të madhe të qeverisë, po edhe patjetër duhet ishte edhe shoqëria civile këtu, që është një nga pikat e Bashkimit Evropian. Po jemi në pikën që është vizioni, është pranimi i reformave, dhe tashmë miratimi i barit, i procesit dhe kalimit në piketat përmbyllëse të procesit integrimit, tregon që kryeministri Rama e ka dashur realisht këtë gjë dhe po e çon përpara në një mënyrë krejt të legjitimuar. Kështu që për te asaj se çfarë duhet ndryshohet dhe çfarë do të përmirësohet dhe se si do të arrijmë ne për të shkuar atje, është rrugtim i gjatë, është rrugtim me shumë problematika, por nga ana tjetër kërkon edhe konsensus të gjithpranuar edhe me opozitën. Kështu që pavarësisht kritikave të ngritura, ne po shikojmë rezultatin. Do ta vijmë diskutimin vetëm pas një hapësire të shkurtër publicitare.